Me të vërtet falënderimit I takojnë Allahut, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut lartësuar të na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi I punëve tona të këqija. Atë njeri cilin Allahu I madhëruar e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, dhe atë njeri cilin Allahu I madhëruar e humbet, e lën në humbje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç se Allahu I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo që pason rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, në predikimin e sotëm do të flasim rreth bamirësisë dhe shpenzimit e lëmoshës në muajin e Ramazanit. Në këtë muaj të begat, I cili konsiderohet edhe muaji I mirësisë, muaji I sadakas, Uthmani radiallahu anhu, prisi besimtarve I treti mbas profetit sallallahu alaihi wasallam, në mimber pra në podium më thoshte muslimanëve në muajin e Ramazanit, mirë se vjen, o muaj I agjerimit, mirë se vjen o muaj I zekatit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, më shumë se kur do herë tjetër, ishte bujar gjatë muajit të Ramazanit, saqë bujaria e tij dhe mirësia e tij prekte të gjithë njerëzit, të gjitha kategoritë e tyre, si flladi I freskët që I freskon të gjithë. Prandaj të nderuar besimtar, në këtë muaj shpirtrat e muslimanëve priren drejt bamirësisë, duke shtrirë duart e tyre për të dhënë për hir të Zotit, në mënyra të larmishme, duke garuar për të shpenzuar dhe për të arritur fitimin pra shpërblimin e Allahut lartësuar, I japin pra nga ajo që Allahu ka dhënë. Dhe ajo që japin në këtë muaj përfshin edhe atë që është obligim, zekati, obligimi vjetor, që është shtylla e tretë e Islamit, 2.5% e pasurisë, edhe sadaka të përgjithshme, lëmoshe përgjithshme sipas nevojës së nevojtarëve. Dhe kjo e përgjithshmja shtrihet në fusha të ndryshme, siç është ushqimi I njerëzve të varfër, për kujdesja për jetimët, për gratë e veja, ndihma e nevojtarëve, lehtësimi I vështirësive, pra kontributi në të gjitha ato fusha ku ka nevojë për to. E nuk ka dyshim, të nderuar besimtar, se kjo bujari e besimtarve në këtë muaj buron nga vetdia e plot për shpërblimet e mëdha që sjell besimi I fortë në Allahun lartësuar dhe në shpërblimet që Allahu I lartësuar ka premtuar për ata që japin për hir të Tij. Shpërblimet e mëdha që Allahu I lartësuar premton për ata që shpenzojnë në rrugt të Allahut lartësuar, që më madhorja e tyre, më fisnikja e tyre është që këta besimtar fitojnë xhenetin. Fitojnë xhenetin e Allahut lartësuar dhe shpëtojnë nga dënimi I Zotit. Gjithashtu u falen gjunahet, shpëfishohen veprat e tyre dhe shpërblimet e tyre, madje shpërblimet e tyre vazhdojnë pa ndërprerje edhe kur këta ikin nga kjo botë nëpërmjet vakëfeve dhe nëpërmjet sadakave rrjedhse. Të nderuar besimtar, Allahu I lartësuar thot në librin e Tij: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin." Thot garoni, ju garoni me njëri tjetrin, nxitoni, vraponi, por dhe garoni me njëri tjetrin, kush të dali pari, për në xhenet, gjerësia e të cilit është sa e qiejve dhe e tokës, është përgatitur për njerëzit e devotshëm, për njerëzit e ruajtur, pra të ruajturit nga haramet dhe nga gjunahet. Thot pastaj Allahu I lartësuar, duke vazhduar në cilësimin e tyre, në cilësitë që kanë këta njerëz të devotshmit, thot janë ata të cilët japin kur janë mirë, kur janë në bollog dhe kur janë ngushtë. Pra gjithmonë këta njerëz japin. Dhe janë ata të cilët e frenojnë thot mllefin, urrejtjen dhe inatin e tyre. Dhe ata që I tolerojnë dhe I falin njerëzit, e Allahu thot I do njerëzit bamirës. Pra shikoni çfarë cilësish madhështore të njerëzve të devotshëm, të cilët Allahu I lartësuar I urdhëron që të garojnë për në xhenetet e gjera të Allahut lartësuar.
Dhe thot Allah i lartësuar: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil." Shembulli atyre të cilët shpenzojnë, japin në rrugt të Allahut, është si shembulli i një fare, nga e cila mbijnë 7 kallinj, dhe nëse cilin kalli ka 100 fara, pra një farë arrin të jap prodhim në 700 fara. Ky është shpërblimi i sadakas, lëmoshës, që njeriu jep një dhe Allahu ja shpërblen 700 fish. Thot dhe Allahu ja shumë fishon atij që dëshiron. E mirësi Allahut është e gjerë dhe ai është i dijshëm për gjendjen e robërve të tij. Dhe thot Allah i lartësuar: "Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." S'ka dyshim se atyre burrave që japin sadaka dhe atyre femrave, grave të cilat japin sadaka, dhe ata që japin hua për Allahun, ata që japin hua Allahut, ta njerëzit që japin fukarajt, Allah i lartësuar i quan një hua që do ta kthej Allahu shumë fish. S'ka dyshim se këtyre do t'u shumë fishohet shpërblimi dhe do të kenë një shpërblim fisnik dhe madhor. Dhe thot Allah i lartësuar: "Wa aqimu salata wa atu zaka wa aqridu Allaha qardan hasana." Thot ju kryeni namazin, jepeni zekatin dhe jepini borxh Allahut, jepini hua Allahut. "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khayra wa a'zama ajra." E nuk ka gjë që ju e jepni për hir të Allahut, për veten tuaj, për hir të Zotit, veç se ai do t'ju shpërblej shumë fish për të. Mirësia e tij është e madhe, shpërblimi i tij është bujar. Në dy të saktët, në Buhari dhe Muslim, vjen hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam që thot: "Ruajuni nga zjarri. Kujdes nga zjarri, qoftë edhe me një gjysmë hurme sadaka." Pra nga zjarri i xhenemit, nga dënimi i Zotit, në dunja dhe në ahiret, ruajuni duke dhënë sadaka, qoftë edhe gjysmë hurme, dhe e dini të gjithë sa është hurma arabe, sa një mollë e gishtit, qoftë edhe gjysmën e saj, jepja nevojtarit, e Allah i lartësuar të ruan nga dënimi i tij. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i udhëzoi gratë muslimane, deshi për to të mirën, i udhëzoi që ato të shpëtoni nga dënimi i Zotit, të shpëtoni nga zjarri i xhehenemit. Dhe u tha: "O ju gra, o ju muslimane, jepni sadaka dhe shtoni istighfarin." O ju gra, jepni sadaka dhe shtoni istighfarin. Këto të dyja, dhënia e sadakas dhe të thënët shpesh: "O Zot, më fal, astaghfirullah, Zoti im, më fal." Për këtë kanë nevojë që ta bëjnë meshkujt dhe femrat, por profeti sallallahu alaihi wasallam u drejtohet sidomos femrave. Thot: "Sepse unë pash që shumica e banorëve të zjarrit ishin prej grave." Dhe hadithi është tek Muslimi. Dhe në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam tregon dhe thot: "Çdo njeri do të jetë në hijen e sadakas së tij ditën e gjykimit, derisa Allahu i lartësuar të gjykojë mes gjithë njerëzve. Derisa të mbarojnë miliarda njerëz, llogarinë e tyre një për një me Allahun e lartësuar në një ditë që zgjat 50.000 vjet, besimtari do të qëndrojë në hijen e sadakas së tij. Do të qëndrojë në freski. Sadakaja do të bëhet për të mburoj prej diellit i cili qëndron mbi kokat e njerëzve, dhe njerëzit janë të zhytur në djersën e tyre sipas gjunaheve që kanë bërë. Shikoni se sa madhështore është sadakaja, lëmosha që je për hir të Allahut dhe sa i madh është shpërblimi për të. Hadithi është tek Imam Ahmedi dhe sakson Sheikh Albani. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kushdo i cili jep sadaka, lëmosh, jep për hir të Zotit, qoftë edhe sa një hurm, prej të ardhurave të tij të pastra, prej rrezikut halal, dhe nuk pranon Allahu veç se halal." Çfarë është e pastër? Dëshmia e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk pranon Allahu veç se çfarë është e pastër. Ta dëgjoj kushdo i cili
merret me haram dhe pastaj thot do të shtoj sadakan që të pastrohet harami. Allahu i lartësuar nuk pranon veç se atë që është e pastër halal. Të tillën sadaka, qoftë edhe sa hurma, Allahu e pret atë thot në të djathën e tij. Pastaj kujdeset për të ashtu siç kujdeset dikush nga ju për fëmijën e tij, për të arritur me sa më të mira, derisa kjo sadaka e vogël bëhet sa një mal. Derisa kjo sadaka e vogël bëhet thot tek Allahu i lartësuar sa një mal, dhe hadithi është tek Buhari dhe Muslimi. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur vdes biri i Ademit, ndërpriten punët e tij, shpërblimet e tij ndërpriten, përveç se nga 3 vepra. 3 vepra vazhdojnë që të shpërblehet njeriu edhe kur është në varreza. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sadakaja rrjedhse. Pra ajo e mirë që ka bërë njeriu dhe njerëzit përfitojnë edhe mbas vdekjes së tij. Siç është vakëfi, siç janë çezmat, siç janë xhamit, siç janë qendrat e mësimit të Kuranit, siç janë botimi i Kuraneve, pra sadakaja rrjedhse. Thot, apo një dije nga e cila përfitohet, apo një fëmijë i mbar që lutet për të, dhe hadithi është tek Muslimi. Të nderuar besimtar, të dhënët është nga punët më të dashura tek Allahu i lartësuar. Që njeriu t'i jap për hir të Allahut, kjo është nga punët më të dashura tek Allahu i lartësuar. Prandaj nuk mundet besimtari të tregohet asket, pa nevojshëm, i pa interesuar, për një punë që Allahu i lartësuar e do shumë atë. Wallahi, kjo nuk ndodh nga një besimtar i cili do dhe kërkon kënaqësinë e Allahut, do dhe kërkon shpërblimin e tij. Prandaj, jo vetëm kaq, por besimtari nga ajo që jep është se çfarë jep konsiderohet pasuria e tij e vërtet. Ajo që jep konsiderohet pasuria e tij e vërtet, ndryshe nga ajo që mban. Ndërsa ajo që mban, njeriu do të shkojë prej saj, do të iki dhe do ta lërë për të tjerët. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, më i dashuri njeriu tek Allahu është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Më i dashuri njeriu tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Dhe puna më e dashur tek Allahu është të fusësh gëzim në zemrën e muslimanit. Apo t'i largosh atij thot një fatkeqësi, pra ta ndihmosh ta kaloj fatkeqësinë që i ka rënë. Apo të shlyesh atij thot një borxh, apo të largosh prej tij urinë. Dhe hadithin e sakson Sheikh Albani. Pra shikoni çfarë veprash madhështore që janë më të dashura tek Allahu i lartësuar. Besimtari dëgjon dhe përpiqet të zbatojë sa të ketë mundësi nga këto porosi, të cilat duhen shkruar me ujin e syve, duhen shkruar me shkronja të arta, dhe besimtari t'i mësoj dhe të përpiqet në gjithë jetën e tij t'i zbatoj, sepse janë shenja, udhëtimi në rrugën drejt Allahut lartësuar. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu transmeton dhe thot, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush prej jush e ka pasurinë e trashëgimtarëve të tij më të dashur tek vetja se sa pasuria e tij? I thonë i dërguari Allahut, askush prej nesh nuk e ka pasurinë e pasardhësve më të dashur se sa pasurinë e tij. Pra çfarë ka të vetën e do më shumë. Atëherë thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot, ajo që njeriu jep është pasuria e tij, ndërsa ajo që njeriu mban është pasuria e trashëgimtarëve të tij. Le ta dëgjojmë të gjithë ne këtë, që përpiqemi të mbledhim dhe përsiguruar brezat. Duhet kuptojmë se kjo ka shpërblim të madh tek Allahu i lartësuar. Dhe t'i lësh pasardhësit e tu të pasur është më mirë se sa t'i lësh të varfër të ushtrin dorën njerëzve. Por mos harro të japësh për shpirtin tënd, sepse pasuria jote që do të lësh për të tjerët nesër ndoshta nuk vlerësohet. Ndoshta do të vlerësohet dhe do të shpërblehet shumë dhe do të luten për ty, por ndoshta do të shitet për hiç dhe ti në varrin tënd do të vuash për një sadaka. Jep për veten tënde para se të jetë vonë. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ajo që e jep
është pasuria jote, ajo që e lë është e trashëgimtarëve. Dhe gjithashtu, siç e dini të gjithë njerëzit, kanë zili ata që kanë pasuri. Dhe ka dhe më keq se ka që i kanë hased, kanë smir, nuk duan që të tjerët të ketë. Por zili, dhe zilia është kur tjetri ka dhe le t'i mbetet, por unë dua të kem si ai. Dua të kem të mira si shkan të tjerët, kjo nuk ka problem. Zilia e mirë është kur dikush jep pasuri, ka pasuri dhe jep për hir të Zotit, dhe ti e ke zilia atë për atë që jep, jo për atë që ka. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, për treguar se hasedi, smira, zilia lejohet në 2 raste. Thot nuk ka hased, pra me kuptimin zili vetëm në 2 raste. Nda një njeriu që Allah i lartësuar i ka dhënë Kuranin, dhe ai e lexon atë thot natën dhe ditën, pa ndërprerje, e lexon Kuranin. Kjo është mirësi e madhe, që njeriu të jetë i lidhur me librin e Allahut të lartësuar, do thot që Allahu e do këtë person. Ndërsa shkputja nga Kurani është braktisje e tij, dhe është braktisje dhe qëndrim larg Zotit, sepse qëndron larg fjalës së tij. Thot kundrejt njeriu që Allahu i lartësuar i ka dhënë Kuranin, edhe ai thot e lexon, e këndon atë ditën dhe natën. Dhe ndaj njeriu që Allahu i lartësuar i ka dhënë pasuri, dhe ai shpenzon për hir të Zotit, jep për hir të Zotit ditën dhe natën. Ndaj këtij njeriu lejohet zilia për atë që jep dhe bën, jo për atë që ka. Një person ka ardhur tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë, cili është Islami më i mirë? Treguesi më i mirë se Islami ka ndikuar në zemrën tënde. Cili është? Shikoni këto vepra shumë fisnike, shumë madhështore, që ne të masim Islamin ton. Dhe sahabët preokupoheshin se cilat vepra ishin më të mirat që tregonin, ishin tregues për Islamin e tyre, për fenë e tyre të fortë. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, të ushqesh ushqim, të japësh atyre që janë nevojtar, dhe të japësh selam atij që njeh dhe atij që nuk njeh. Pra vepra fisnike, jepe selamin dhe vëllezërve tu dhe ushqe ata të cilët janë nevojtar. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sadakaja është argument. Çfarë argumenti? Sadakaja është argumenti i imanit, i besimit që ke në zemër, që nuk je i lidhur me pasurinë, por e jep për hir të Allahut të lartësuar për të arritur kënaqësinë e tij. Të nderuar besimtar, nëse sadakaja, nëse lëmosha, frytin e saj më madhor ka që të shpërblehesh në botën tjetër, në përjetësi, dhe të ruhesh nga dënimi i Zotit, nga zjarri i xhenemit. Gjithashtu ka frytet madhështore të cilat njeriu i merr në këtë jetë. Në këtë jetë, e në përgjithësi njerëzit kur besimin e tyre nuk e kanë të fortë në botën tjetër, dhe nuk janë të zhytur në Islam, në çështjet fetare, në adhurime. Në përgjithësi njerëzit kërkojnë nga të mirat e kësaj jete, përpiqen për to. E secili prej nesh i do të mirat e kësaj jete. E Allahu i lartësuar për çdo të mirë që ne bëjmë, na shpërblen në këtë jetë, na shpërblen dhe në botën tjetër. Prandaj sadakaja, edhe nëse qëllimi final të saj e ka që të fitosh tek Allahu i lartësuar, të arrish kënaqësinë e tij, të arrish xhenetin, të ruhesh nga zjarri, gjithashtu ka edhe fryte në këtë jetë, në këtë dynjë. Prej tyre është që njeriu ndjen kënaqësinë në krijarorin e tij. Ndjen kënaqësi të mëdha kur jep sadaka. Derisa kanë thënë kënaqësia që ndjen ai që jep është më e madhe se ati që merr. Dhe t'i japësh fukarajt me dorën tënde dhe të shikosh gëzimin në sytë e tij, kjo është kënaqësia më e madhe që mund të arrijë njeriu. Por nëse e bën këtë për hir të Zotit. Dhe janë bërë eksperimente me njerëz të cilët kanë pasur miliarda, por kanë pas zemër të ftohtë, të ngurtë, të pandjeshme, kanë arritur kënaqësinë e tyre kur kanë shkuar tek fukaraj, tek i paralizuari, tek njeriu nevojtar, tek jetimi, kur u kanë dhënë sadakan, aty kanë ndier kënaqësi dhe zemrat e tyre janë zbutur. Prandaj nga kënaqësitë dhe mirësitë më të mëdha të sadakas
është që njeriu t'i hapet krahërori, i zgjerohet krahërori. Merr frymë lirshëm, ndjen kënaqësi për këtë punë madhore që bën. Gjithashtu, njeriu i tillë jeton në gëzim dhe optimizëm. Gjithashtu, në pasurinë e tij shtohet bereqeti, shtohet begatia. Do thotë që pasuria shtohet dhe ka duk për njeriu, se ka shumë pasuri që nuk kanë duk. Njeriu ka shumë, por nuk e shikon ku i shkon. Prandaj shtohet pasuria, bereqeti i pasurisë kur jep sadaka, dhe gjithashtu pasuria shtohet, e Allahu i lartësuar atyre që shpenzojnë, u ashton dhe shpenzon për ta. Dhe për gjitha këto që përmendëm, janë një buqet argumentesh që argumentojnë për to. Thotë Allahu i lartësuar: fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Thotë sa u përket atyre të cilët japin për hir të Allahut dhe janë të ruajtur nga gjunahet dhe haramet, dhe e besojnë fjalën më të rëndësishme la ilaha illallah, dhe e besojnë shpërblimin e Zotit për ata cilët japin dhe janë të ruajtur, të tillë njerëz Allahu do t'i lehtësojë gjithmonë për tek e lehta. Do t'u lehtësojë çështjet e tyre në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Vetë lehtë, por duhet ta shkëputësh nga shpirti jot atë që e ke të dashur shumë dhe të lidhur me shpirtin, që është pasuria. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shembulli i kopracit dhe shembulli atij që jep sadaka është thot si shembulli dy burrave të cilëve u janë bërthyer në kraharoret e tyre deri në gryqët e tyre dy parzmore, hekuri, para dhe mbrapa. Dy këmisha hekuri në kraharoret e tyre. Të dyve u është shtrënguar fort. Sa i përket atij që jep, thot shpenzon për hir të Allahut, kjo parzmorja e tij, kjo këmisha e tij fillon të zgjerohet dhe të zgjatet. Fillon të zgjerohet e të zgjatet, derisa ai thot çlirohet në kraharorin e tij dhe mbulohet thot gjithë trupi i tij derisa e tërheq thot zvarrat në tokë. Dhe kjo është kuptimi që njeriu që jep sadaka ndjen lumturi, ndjen kënaqësi dhe shpërblimet e tij janë të mëdha. E sa i përket thot atij i cili është koprac dhe e rezervon pasurinë dhe mba fort atë, kjo këmish, kjo parzmore i shtrëngohet fort në trupin e tij dhe fillojnë hallkat e saj të lënë shenja në mishin e tij dhe do që ta çlirojë nga gryka e tij, por nuk mundet derisa e mbyt atë kjo këmish. Pra njeriu koprac, nëse duhet të jap, i tilli është sikur i del shpirti, sikur ka dhënë diçka të shtrenjtë dhe e shikon një humbje të madhe nëse je për hir të Allahut. Allahu i lartësuar na ruaj nga kopracia, dhe hadithi është tek Buhari dhe Muslimi. Nderuar besimtar, gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thotë një hadith shumë të rëndësishëm. Thotë nuk ka ditë që gdhim. Çdo ditë që ne gdhim, veç se nga qielli thotë zbresin dy ëngjëj. Njeri thotë: o Allah, atij që i jep për hirin tënd shtoja, shumë fishoja. Ndërsa tjetri lutet dhe thotë: o Allah, atij që është koprac, dorë shtrënguar dhe shpirt vogël, atij thotë shtoja, bëje telef, lodhe, raskapite. Dhe duat e ëngjëjve, nderuar besimtar, janë pranuara tek Allahu, sepse ëngjëjt nuk i kanë provuar gjunahet. Nuk janë krijesa që bëjnë gjunahe. Dhe ato që thonë i kanë frymëzim nga Allahu i lartësuar. Prandaj le të bëhemi nga ata që na përfshin duaja e ëngjëjve, që pasuria na shtohet, dhe jo nga ata që bëhemi telef dhe lodhemi. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke u betuar në Allahun, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Pasuria nuk paksohet nga sadakaja, dhe hadithi tek Muslimi. Nderuar besimtar, gjithashtu shpenzimi në rrugt të Allahut është pastrim nga gjunahet, është fisnikërim i shpirtit, është fshirje e të gjithë gjurmëve negative nga zemrat tona, shtimi pasurisë dhe shpëtim nga sprovat, shpëtim nga përfundimet e këqija. Allahu i lartësuar kur ka përmend zakatin në Kur'an, i ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam: khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Merr nga pasuria e tyre të tillë që me të ti pastrosh dhe ti fisnikërosh.
ti pastrosh dhe ti fisnikrosh. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke ju drejtuar tregtarve, njerëzve të cilët janë përdit në tregtinë e tyre, në dyqanet e tyre, që kanë të bëjnë me njerëzit, që ndoshta dëshira për ta shitur mallin e tyre i bën që të flasin fjalë të kota, edhe të mashtrojnë, por edhe të betohen nga njëherë rrejshëm. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, o ju tregtar, në shitblerjen tuaj, thot, ndodhin shumë fjalë të kota dhe betime të rrejshme. Prandaj përzijeni këtë me sadaka. Do më thënë, jepni sadaka që të pastroj ato gabime që ju bëni gjatë tregtisë tuaj. Të pastrohet pasuria që ju keni fituar, e hadithi është tek Sunenet dhe sakson Sheikh Albani. Prandaj nderuar besimtar, le të japim për hir të Allahut në këtë muaj. Të shpenzojmë nga ajo që Allahu i lartësuar na ka dhënë, sepse pasuria është pasuria e Zotit. E ta dim se pasuria për ne është sprovë në këtë jetë, se si do të punojmë me të. Do të Allahu i lartësuar, innama amwalukum wa auladukum fitna, wallahu indahu ajrun adhim. S'ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë sprovë për ju. E Allahu ka shpërblim madhështor. Prandaj keni frikë Allahun thot sa të keni mundësi, dhe dëgjoni, dhe binduni, dhe shpenzoni, jepni të mira për vetët tuaja. E kush ruhet nga kopratësia e vetes tij, të tillët janë të shpëtuarit. Nëse ju i jepni Allahut një hua të mirë, ai do t'u ashtojë atë juve, do t'u falë juve gabimet, e Allahu është mirënjohës dhe është i butë me besimtarët. Lutim Allahun e lartësuar na bëj nga ata që shpenzojnë, japin për hir të Allahut, dhe lutim Allahun e lartësuar na i pranoj veprat tona. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar besimtar, janë disa edukata morale, disa sjellje, të cilat ai që jep plëmosh, ai që jep për hir të Allahut, nga ai që Allahu i ka dhënë, duhet i ketë parasysh që sadakaja e tij të pranohet tek Zoti, ajo të ketë vlerë, të mos shkojë dëm. Dhe nga më e rëndësishme e tyre, nga më të rëndësishme të këtyre edukatave dhe çështjeve që duhet i ketë parasysh besimtari, është sinqeriteti. Është sinqeriteti, që njeriu në atë që jep të dojë, të ketë dëshirë, të ketë nijet, të ketë qëllim kënaqësinë e Allahut. Të mos ketë qëllim që të arrijë kënaqësinë e njerëzve, as falenderimet e tyre, as që njerëzit të thonë që ky jep, kjo nuk të vlen, kjo të prish punë. Prandaj nëse jep dhe e shpenzon pasurinë tënde, le të jetë kjo për hir të Allahut, fshihi atë. Allahu i lartësuar thot në librin e tij, duke përmendur njerëzit e devotshëm të pastër që Allahu i ka zgjedhur, thot innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa wala shukura. Ne, u thon nevojtarve, ju ushqejmë për hir të Allahut, për jush ne nuk duam as shpërblim dhe as falënderim. As falënderim të mos duash nga ai që i jep. Jo të ta di për nder ty, sepse këtu ka pjesë shejtani. Por ruaje sadakan tënde, bëje për hir të Allahut, vetëm të arrish kënaqësinë e Allahut madhështor. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, punët vlerësohen sipas niyetit, sipas qëllimit, dhe çdo kush do të marrë si shpërblim atë që ka pasur në jetë. Ndërsa ai i cili shpenzon dhe jep, dhe këtë e bën për hir të njerëzve, që njerëzit ta dëgjojnë, njerëzit ta shikojnë, këtij do t'i mjaftojë ajo që njerëzit do të thonë për të në dynja. Do të thonë bujar, do të thonë njeri që jep, njeri që nuk i friksohet varfërisë, do të mjaftojë kjo, por tek Zoti nuk është shpërblim, as në dynja, as në ahiret. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke përmendur 3 kategori njerëzish, me të cilët do të fillojë gjykimi i njerëzve ditën e gjykimit, janë prej muslimanëve. Dhe njëri prej këtyre personave është një njeri që Allahu i lartësuar i ka dhënë shumë llojshmëri pasurie. I ka dhënë shumë llojshmëri pasurie. Allahu i lartësuar e merr në llogari, i thot çfarë bëre me këto mirësi që të dash. Thot o Zot, nuk pati ndonjë fush ku duhet të shpenzoja për hirin tënd. Nuk pati ndonjë derë që nuk duhet të jepja për hirin tënd.
veç se unë dash për hirin tënd, i thot Allah i lartësuar gënjeve. Ti thot dhe që njerëzit të thoshin që ti je njeri bujar, që ti je njeri që jep për njerëzit, dhe njerëzit e thanë këtë, ka që shpërblimi jot, dhe urdhëron të tërhiqet me fytyrën zvarr dhe të hidhet në zjarrin e xhenemit, dhe këta tre njerëz që përmenden në hadith janë të parët njerëz që digjen zjarrin e xhenemit. Allah i lartësuar na ruajt nga ky përfundim. Të nderuar besimtar, nga edukata që njeriu kur jep është të mos e përmend të mirën që bën, mos ja përmend fukarajt atë që i ka bërë, dhe as mos e lëndoj nevojtarin. Kjo është nga edukata që na tregon Islami, që na edukon Islami, që sadakaja të ketë vlerë. Dhe duhet që njeriu të largohet, nderuar besimtar, nga çdo gjë, nga përmendja e bamirësisë, nga lëndimi i tjetrit, të largohet gjithashtu nga çdo gjë që e cënon dinjitetin e atij që merr ndihmën, dhe gjithashtu që e bën atë të ndihet i nënvlerësuar dhe të ndihet i poshtruar. Allah i lartësuar thot në librin e tij: "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim." Thot një fjalë mirë dhe një përcjellje, pra një përcjellje e mirë e fukarajt, dhe tolerimi e falja është më e mirë se sa një sadaka, një lëmosh që pasohet pastaj me përmendje dhe me lëndim. Ta japësh dhe t'ja përmendësh e ta lëndosh. E Allah është i pasur, nuk ka nevojë për ato që ju bëni. E Allah është i durueshëm. Thotë ju të cilët keni besuar, mos i shkatërroni sadakat tuaja me përmendjen e tyre dhe me lëndimin e fukarinëve, si ai i cili e shpenzon pasurinë e tij për sy e faqet njerëzve dhe nuk beson Allahun dhe as në ditën e fundit. Shembulli i tij është si shembulli i një guri të lëmuar, që mbi të ka rënë pak pluhur, por sapo bie një shi, ai fshihet dhe lahet dhe nuk ngelet më pluhur mbi të. Kështu është çështja e sadakas të njeriu që e jep për sy e faqe dhe ua përmend njerëzve. Nuk ngelet për tek ai shpërblim as pak nga sadakaja e tij. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, tre personave Allahu nuk do të flasë ditën e gjykimit, nuk do t'i shikoj, nuk do t'i pastroj, dhe ata do të kenë dënim të dhënshëm. Shikoni çfarë gjëme, çfarë dënimi për ta. Tre persona. Allahu ditën e gjykimit nuk do të flasë atyre, nuk do t'i shikoj, nuk do t'i pastroj nga gjunahet, dhe këta do të kenë dënim të dhënshëm. Kush janë këta? Thot ai i cili e tërheq rrobën e tij zvarr. Dhe kjo zakonisht bëhet nga mendimatësia. E sidoqoftë muslimani nuk duhet jetë i tillë, ka që nga zakonet e njerëzve arrogant dhe mendjemdhënj që tërheqin rrobën e tyre zvarr, burrë, te gra s'ka problem. Thot ai i cili e zbret rrobën e tij deri në tokë. Dhe ai i cili e përmend sadakan e tij, u përmend njerëzve të mirat që ka bërë. Dhe i treti thot ai i cili e shet plaçkën e tij duke u betuar rrejshëm, duke gënjur. Dhe hadithi është tek Muslimi. Gjithashtu nga edukata e shpenzimit dhe dhënia e Spirit Allahut është që të mos japësh nga pasuria jote më e pavlerë. Por të japësh nga ajo pasuri të cilën e ke të dashur në zemrën tënde, që e ke me vlerë, që ti e vlerëson, jo ajo që të mbetet që është për të hedhur, jo ajo që s'ka vlerë për ty, dhe s'ka vlerë as për fukarajnë. Thot Allah i lartësuar, len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Thot ju nuk do të arrini gradën e lartë të devotshmërisë dhe të mirësisë, derisa ju të shpenzoni nga ajo që ju e doni. Dhe sahabi ka ardhur tek profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka zbritur ky ajet dhe i ka thënë: o i dërguari i Allahut, e kam dëgjuar Allahun të thotë se nuk do të arrini gradën e lartë të mirësisë dhe devotshmërisë veç se nëse jepni atë që ju doni. Dhe unë thot pasurinë time më të shtrenjtë kam këtë baç të madhe, me hurma dhe me burim, në qendër të Medinës, e jap këtë thot për hir të Allahut.
Këta ishin shembujt që argumentet i konvertuan në punë. I zbatuan direkt sa po i dëgjuan. Ndërsa ne jemi si ata që flinin në shpellë për 309 vite. As të vdekur, edhe të gjallë, po edhe në gjumë. Edhe të gjallë, po edhe në gjumë. Allah i lartësuar na përmirësoft të gjithëve. Gjithashtu, nga edukata e shpenzimit, është njeriu të jetë i mesëm, jo të jap gjithë pasurinë e tij, edhe as mos të jetë dorë shtrënguar, ta shtrëngoj dorën e tij. Të jetë i mesëm në shpenzim, siç Allah i lartësuar përmend robërit e tij të mirë, dhe thotë dhe ata të cilët kur shpenzojnë, as nuk e teprojnë, pra nuk shpërdorojnë, nuk e teprojnë, dhe as nuk janë dorë shtrënguar, të japin me pikatore, por ata janë në një rrugë të mesme mes tyre të dyave. Gjithashtu, për edukatës madhështore të dhënit është që sadakaja duhet dhënë kur ti je i shëndetshëm, kur je mirë, kur pasurinë e do, kur përpiqesh të shtosh pasurinë dhe ke frikë nga varfëria. Jo në çastin kur është duke dalë shpirti. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi i ka pyetur njëri prej sahabëve, i ka thënë cila sadaka është më e shpërblyer tek Zoti. Me cilën sadaka njeriu më shumë shpërblim? Ka thënë të japësh sadaka kur ti je i shëndetshëm, je i fortë, je kopras në veten tënde, ke frikë nga varfëria dhe shpreson edhe punon për të pasuruar. Dhe të mos e lësh këtë thot derisa kur të arrin shpirti thot në fyt. Të thuash jepini kaq filanit e jepini kaq filanit, kur kjo pjesë thot ishte e filanit që më parë. Këti që po e jep çastet e vdekjes, kur e kupton që po vjen çasti i vdekjes dhe do ikësh dhe nuk bën dobi asgjë, përveç asaj që jep për hir të Allahut, thot kjo pjesë ishte e filanit, duhet ja kishe dhënë kur ishe mirë dhe ishe shëndetshëm, dhe hadithi ishte tek Buhari dhe Muslimi. Prandaj nderor besimtar, le ta shfrytëzojmë këtë muaj të begat, që ne të bëjmë nga punët e mira që edhe agjerimit na pranohet. Le ta japim zekatin e pasurisë sonë në këtë muaj, dhe le të japim sadaka sa më shumë, të shtrojmë iftare, të ndihmojmë ata që kanë nevojë, dhe të mos jemi dorë shtrënguar. Dhe ta dimë se gjithçka të mirë që bëjmë për hir të Allahut, Allahu na i kthen shumë fish, siç Allahu i lartësuar thotë, hel jazaul ihsani illa al ihsan, a është thot shpërblimi i të mirës, a shpërblet e mira me diçka tjetër përveç mirësisë. Lutim Allahun e lartësuar na bëj dobi me gjithë këto argumente të shumta të cilat i dëgjuam, dhe ta bëj Allahu i lartësuar nga ata që japin për hir të tij dhe nuk i friksohen varfërisë, dhe lutim Allahun e lartësuar që na bëj të zbukurojmë me atë edukat të dhënies të sadakas, dhe të na i pranoj sadakat tona. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ejmain.